Federata e futbollit të Serbisë është gjobitur nga FIFA me 80.000 franga zvicerane dhe po ashtu i është mbyllur 20% e stadiumit për ndeshjen me Shqipërinë, dhe kjo i ka qartur serbët në prag të ndeshjes me kombëtaren Kuqezi, e cila luhet më 11 tetor në orën 20:45 në Leskovac në stadiumin Dubočica dhe është një ndeshje në kuadër të grupit K të kualifikueseve për kampionatin botëror 2026. Media serbe Informer është elektrizuar me titullin e një mediumi kroat, të quajtur 24 Sada, e cila tallet me dënimin që morën serbët me shqiptar para një grushti njerëzish, është titulli i mediumit kroat. FIFA sa ka që ka ndëshkuar Federatën e futbollit të Serbisë për incidentin që lidhet me rendin dhe sigurinë për shkak të sjelljes së pajishme dhe diskriminuese të tifozëve gjatë ndeshjes kualifikuese me Anglinë. Portali kroat 24 Sada nuk mund ta fshehë gëzimin për ndëshkimin e Serbisë. Prandaj titulli i lajmit është: FIFA i ka dhënë një ndëshkim të madh Serbisë me shqiptarët para një grushti njerëzish. FIFA e ka gjobitur Federatën Serbe të futbollit me 80.000 franga zvicerane dhe ka urdhëruar uljen e kapacitetit për ndeshjen e tyre të radhës me 20% të vendeve për ndeshjen Serbi-Shqipëri në Leskovac, dhe kapaciteti i stadiumit pritet të jetë vetëm 6.500 persona. Serbia ka marrë një tronditje të rëndë para ndeshjes vendimtare kualifikuese për botrorin 2026 me Shqipërinë, që do të luhet në stadiumin Dubočica në Leskovac. Komisioni disiplinor i FIFA-s ka vendosur këtë 8 martë të gjobisë me 80.000 franga zvicerane Federatën e futbollit të Serbisë dhe po ashtu të mbyll për tifozët një pjesë të stadiumit. Gjoba dhe penalizimi i stadiumit për Serbinë vjen pas incidenteve që lidhen me rendin dhe sigurinë, si dhe për sjelljen e papërshtatshme dhe diskriminuese të tifozëve vendas gjatë ndeshjes kualifikuese për Kupën e Botës Serbia-Angli, që u luajt më 9 shtator në stadiumin Rajko Mitić. Sipas vendimit, Serbia do të duhet të luajë me të paktën 20% të kapacitetit të tribunave të mbyllura, kryesisht ato pasportave. Pra nga 8.000 vende që ka stadiumi Dubočica, në tribunat e tij do të jenë të pranishëm në ndeshjen e 11 tetorit rreth 6.000 tifoz. Në përputhje me vendimin, Federata e futbollit të Serbisë është e detyruar t'ia paraqesë planin e rregullimit të ulëseve FIFA-s jo më vonë se 10 ditë para ndeshjes, me mundësinë për të mbushur një pjesë të kapacitetit me komunitete dhe grupe me interes të veçantë, si familje, student, organizata me fokus në luftën kundër diskriminimit.